që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klam Radio dhe KTV. Përshëndetje për krejt të gjuesit e Klam Radios, përshëndetje dhe për ju që për në ndishtë një përmes ekranit të Koha Vizionit, jena bashkë prapë në javën e fundit të tetorit, apo i pjen, para mendo qëfar kohë është jashtësim, e na jemi të shku drejt nëntorit, drejt dimrit. Edhe një muj vitiri. Me 12 gradë Celsius për fillojnë edicionin e sotëm, por pritet me pas rreshi gjatë mbrëmjes deri në mëngjes, kështu që kena me pas ndryshime të kohës, qysh po ka dhe humori jon, po mdoket vazhdimisht prej kohës. Edhe sot për dior tjera kena me qenë bashkë, ku kena me fol për një javë të suksesshme, një javë të lumtur, një javë për nuk. Për çka? Një javë me komunikacion, një javë full me politik, vish mos ka bëni më përmend. Me këto që bëri, domethënë muhabeti i parë që ta bën, ja nis me shqetësuese pa. Është shqetësuese të prek edhe. Jo po shumë, po sidoqë që tjetë. Përshëndetje për gjithë juve që domethënë jeni jashtë politikës edhe që shoqëroni me Klam Radion. Për juve që në këto momente jeni në përvetura dhe po shihni pjesë të ngarkuara, me na dërgu foto, ju lutem, në Viber në 04997898 ato pjesë që janë ngarkuara për me mujt me informua dhe pjesëtar të tjerë në komunikacion. Nga ky moment ju presim bashkëpunim edhe me informatat rreth komunikacionit, e ju presim edhe me telefonatat që kemi me qenë këtu deri në orën 17:45 dikun me Koha Vizionin, e deri në orën 18 jemi me Klam Radion. Javë e mirë për që pjesën e vazhdoni ju, edhe na tregoni se javë e mirë për çka është në 04997898. Te tani përgjigje goxha mirë. Po qyshjoj fion që jetë të thonë koha shiu. Lokacioni, po çoma lokacionin të ke. Dhurata Dora Yllimani. Rreth komunikacionit po rikthehemi edhe më ju tregu se Petrol Company në fushë Kosovë po vazhdon me na befasu me super çmime për juve që doni me shku me rimbush makinë me derivate. Shkoni në fushë Kosovë sepse benzinën dhe dizelën e keni 1.19 për litër. Dhe përveç kësaj na, për secilën rimbushje të makinës që e bëni në vlerë më shumë se 10 euro, merrni një kupon, edhe bëni pjesë e lojës shpërblyese për me fitu një vetur nga Petrol Company. 04997898 informatat e para që kanë arrit në këto momente sa i përket komunikacionit na tregojnë për daljen e autostradës në Veternik, jo po në fushë Kosovë, na falni, që është me kolon gjatë, se po e shoh edhe pjesën nga Veterniku lart me kolon deri tek rrethi duplex në këto momente. Pastaj e ngarkuar është qasja për tek rrethi i Çaglavicës në drejtim të Prishtinës dhe rruga Agim Ramadani për tek udhkryqi i Menzës. Jemi drejt për drejt në Koha Vizion, në Klam Radio, në koha.net, në klamradio.fm, në YouTube, etj. Ja ku po vjen Fiona që telefonat. Alo, përshëndetje. Alo. Unë jam Qazimi. Hajde Qazim, përshëndetje. Je i pari për këtë javë. Qysh je? Mirë. Ka pas goxha lojt mira kjo fundjavë futboll. Futboll jena knoq. Hajde tregom javë mirë për pik. Vazhdoj e fjalin. Javë mirë, ku je baba 20 euro? Qito. Javë mirë për me të lënë pare dikush, a? Ta një fshat mirë. Baba dhe okej. Faleminderit Qazim. Faleminderit. Hajde të përshëndesim shumë. Një 20 që i paska. Po, një 20 që fion, ndres që qatë mikrofona, din deri sa po dalu në qëto, po bënja njëherë, jo vish tlak kështu pedenti. 04997898 për juve që po mendoni për me avon vetës, me abon një javë të mirë me automobilet e mira, mundri me shku të Kenza Home, sepse atje mundri me kriju setin tuaj, që shdoni ju vete krijoni, dhomën e zgjumit, divanin, tavolinën e ngrënjes, si zgjadhni që shdoni, e bëni një super set dhe përfitoni deri në 50% zbritje. Tek Enza Home, që është në Çagllavic, kilometrin e 6 drejtim Ferizajt nga Prishtina, ose Enza Home Kosovë. Mirë është. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Arsim. Përshëndetje edhe për ty, Asman. Si kalon? Mirë, faleminderit. Ti si je? Mirë, faleminderit. Çush e ke pas vikendin? Mirë. Po më vjen shumë mirë. Hajde tregom javë mirë për
Hajde ma gjallë, se do të mja njës javës ma gjallë, kena nevoj për shumë energji. Mirë mirë përshëndetje. Ja, jave mirë për çka është, mos vaj gare. Me Londonin. Jave mirë me Londonin, bravo, faleminderit shumë, po të përshëndes, kalofsh mirë pas një super pasdite. Ç'e tjetra fion? Alo, përshëndetje. Hajde po shpresojmë që kemi arrit këto objektiva. Alo, kush telefonon? Alo, telefonon Çamil Jasharin nga Baklava. Si je, Çamila, je mirë? Mirë, Atë nga Baklava, po? Po, jam dëgjues si rregull. Faleminderit. Temën pension, kom kohë edhe e adhuroj këtë program. Bravo ju. Faleminderit shumë për kontributin e juaj. Faleminderit edhe juve. Tregom ç'e kemi Batlllavën mirë? Mirë. A urrejsa do pak niveli i liçenit ajo? Mush niveli se çato dojna me ditë. E kam një pyetje. Hajde, se zakonisht na shpreh pyetje, po. Shtatit 25 këtë vit. Po, çka ka ndodhur vetë korrekt? 16:45. Po. QTV e lajmëron arsimeve Fiona për punëtorët e larguar nga puna, 99. Është miratuar ligji. Pyeta sot në entën e pensioneve në Prishtinë, tha jo, tha ku ka vëndot, sa kur gjë kjo. Çish është pyetja edhe një herë, se nuk e kuptova asnjë. Pyetja është kështu. Edhe nesër ndëgjojnë edhe pensionistat ke vlen më shumë për pensionistat. Okej, po. Për punëtorët e larguar nga puna, 99. Po. Është miratuar ligji. Kështu ka qenë televizion. Për çfarë ligji është miratuar? Por dota për punëtorët e larguar nga puna. Qenë për pension. Me u kompenzu apo çka? Mi marr pensionin e plota, po. Okej. Dëgjoj. 10 shtatit këtë vit 25, ora 16:45. Këtë dhe arsimi Fiona. E lajmëron. Anëzyrën e pensiones sa të pyetan Prishtinë, absolutisht nuk e pranojnë. Jo, s'ka kur gjë, veç kanë qitë në televizion e Po, di që ka përmend Fiona si lajme, ka dhënë si lajme, dhe pse pas ka kalu shumë kohë, dhe kena diskutu, po nuk e di tash, po kena me uluntu edhe me gjithë. Okej, lajmi ka dalë, ndërsa ti kur ke shku mu interesu, aty të kanë thonë që jo, nuk është e vërtet, ka thonë shkët e Fiona? Jo, është e vërtet, kjo ligjë konë më, të sa që kur gjë eqë. Okej, interesant, bashka me him edhe me lexu. Ose lajmi ka qenë jo i vërtet, ose ata atje kanë ndryshu diçka ndërkohë. Edhe njerë, 10 muaj 7, Okej. Vite, do më thonë 25, ora 16:45. Piso është problem se e gjejmë edhe në YouTube, kena me këshyrë. Faleminderit shumë, faleminderit. Për ndryshe, a ki përgjigje për temën e sotme? Jo, veç u lumë për temat çdo ditë të ndurshme, edhe për kontributin e dhonë juaj. Faleminderit shumë. Në televizionin e juaj. E vlerësojmë, ju përqafojmë shumë krejtve. Faleminderit. Me ndërqofshe, çdo të mirë, uroj të mirat. Nëse marrë ndonjë informacion patjetër edhe nga desku i KTV-s, ndoshta dikush që mirret me këtë pjesën e lajmeve mundet me na informu më saktësisht se çka ka ndodhur, a janë tërheq nga ndryshimi i ligjit, çka ka ndodhur, aty mbetet me pa. Kena me gjithë. Për ndryshe 049 978 978 edhe një numri i telefonit për ju që doni me na thirr, me u përgjigj në pyetjen tonë, se kësi pyetje çka ka ndodhur në korrekën që shoh, mos na bëni se na nxini pak konkursin me na vetë javën e kaluar çka kena bëu nuk e dim. Javë e mirë për, unë thash, si më e thani përgjigje, që zguzoj s'muj me thon këtu, po unë po them një javë e mirë për më udhëtu dikon, me planifiku një udhëtim. Nëse do të më shku në Gjermani, të këtë afërmit, ose thjesht me vizitu ndonjërin prej qyteteve, ose tash po na vjen festat e nëntorit, po na vijnë festat e vitit 3, e që Evropa ka me të vërtet disa prej tregjeve më të bukura për fundvit, për Krishtlindje, e doni me i vizitu, mundeni me hy në prishtinatikit.net edhe me i pa gjitha destinacionet. Për Gjermani, për Zvicër, për Sloveni, për Suedi, Luksemburg dhe në Paris. Prishtinatikit.net është websajti, hyni, hulumtoni, gjeni bileta, çmimet më të mira edhe knaquni. Kur do që planifikoni me shku, po mendoj që kjo javë është ideale dhe koha e mirë edhe pak. Alo, përshëndetje. Alo. Kush na telefonon? Berat nga Franca. Berat, ku je? Si kalon? Që ju si në një mirë. Qyshe ke pas fundjavën, Berat? Angjesht, more pak për qajtu. Super fantazi. Fantazri.
A dhe me rë, pak në fund, qashtu më Me rë. qashtu, kape paguan, feje paguan. Frances, hiç ka problem me fyt kur A ke do të gjithë e pastrojnë. Non stop shkojnë të. Na me bove ta bojnë çakivre, ça e bllokua atë. Shlajm. Karo gripi. Atë tregomi javë mirë për Me najt e shtëpia është koku se po bjen shi. E me këshu në Netflix, në Prime Video, në super film diqka me thmi, me hongër pizza, do më thonë mi prish me dieta, me krejt, a? krejt. Po javë mirë, do më thonë mu shliru kështu me tonat. Okej, shumë e mirë, po më pëlqen. Po më pëlqen, po më Ani mu pëlqen. kur e din që ka me dal në i sezon i ri i naj serialit preferum që e pret me muje me vjet. Kjo është java ime për ndryshe, Berat. Dul, do më thonë, vish ja kisha këshyr diçka no, so kem korrikut. Faleminderit shumë po të përshëndes, kalofsh mirë. Berat. Ton kalofsh Tu plotsof kjo javë se e mirë, po më pëlqen shumë. Bash. Ton kalofsh. Ton që si thonë qysh këta, ndryshe i thonë. Awa. Awa. Qysh dhe nje? Awa. Au revoir. Arrua. Au revoir. Po. E si na do të pas pak kujdes se kena mikrofonat për para. Ciao. Kam kështu shtrejt. Sto e kisha boj sto Kam se kështu shtrejt se më do të miruj. po i kam këto e kam gati, veç do të më ushtru pak në Dame fjalë. Dame un grr. Ipko për juve që keni me shku në Francë, pse jo, ose kudo në Evropë e kanë mundësinë e internetit me marrë me veti, kudo që shkoni në Evropë pa pas nevojë për ato e-simat anë kënej, sepse i keni çmimet e jashtëzakonshme. Përndryshe ju që jeni me pagut para pagimi, keni 3 super pakot që po ju presin, tip mini, tip super dhe tip max që mundeni me i pa edhe në rrjetet sociale të Ipkos, po edhe nëse shkoni një njërin prej dyqaneve të Ipkos mundeni me i marrë krejt informatat ipko.com. Që telefonata. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Përshëndetje, me kë po flasim? me mehen. Hajde me çushje. Me falemderit. Kena bu plan me arë me cimin në kalim me vizitu. Apo, A ja vlen? Po, qështë. Unë kom qenë, po cimi s'dija i ka ronë nga Jo, një metalo. si kum ro, nas se kisha ditë që edhe ju keni po. Ka ca ndryshime aty në hyrje dhe në dalje të Lipjanit. Me njerë Kashtu, tash qysh kashtu. me pas ferizojnë në kalimus me pas Lipjani. Kështu që e kena njetë me orë me vizitu. E lampa tekst. Hajde të rëgom jave mirë për çka, përveç se me arë Lipjan. po, Normal, po vetëm ta farë që ku si që kjo është e vërtet, atë luajmin që e ke dhonë ti. Po? është e vërtet kjo. Po na lojme pa konfirmu me zdojna. Po gjykata kushtetuese na ka pranuar stazhin punë. Okej. Po qeveria ato kështjell punë, do ne kum pas rastin, ma kanë kthy ankesën. Okej. E kum bue ankesë, bile ma ka pru posta në shtëpi ankesën. Okej, do me thonë, është çështja për shkak të qeverisë në detyrë që hala nuk po dihet për shka? Okej. I vërtet 100% është. Okej, po uroj që pra të gjanë qerimja pa qërem, si më sigurt. Kam ka thonë muhe. Okej. Pas trashin ka. Do me thonë është në pritje, në proces, si zakonisht. Ta ashtu, kompritje. Okej, faleminderit shumë që na sqarove. 8 vjeta të të pranojnë ta se Po, për vitit 99 që të ka jeksh të rëbi për fundës, e di. s'kije kontribut, po Kanë qenë do udhëzime administrative të nënshkruara nga një eksperson që s'po du mja përmend emrin, E vërtetë kjo. që kanë qenë shumë të padrejta, do me thonë një periudhë e madhe e qytetarëve që kanë kry fakultet në atë periudhë nuk i është njoft, do me thonë universiteti e ka pas edhe kjo që e përmendet ti. Çfarë të themi me për këtë qeverin tonë, çfarë të Dini themi? në tim. Jave mirë për. Jove mirë, Me pranë ai që është mushet, punëtor, që është pëjtë mirë, është koha për me mjëllë grënë. Bravo bre, për me mbjell grurin. Mu po gati vërtime. me punu tokën. Ko me mirë koha. Okej. A ke fillu? Se Lipjani njihet për tokë shumë të mirë. Po, në kohën e fundit shumë i të mirë. Se në shumë i Lipjanit, unë jam ofër Lipjanit. Ku je afër Mirë dhe Lipjanit? gjitha Cilin fshatrat vend? kanë tokën e mirë. Banu, të u ka e pas lasë. Që më panullë Po, dhe mësë më po, mjetë, po, dhe mësë bile. bëj gore. Faleminderit për të Me të përshëndesim. përshëndesim. A, ditën e mirë, Hajde, faleminderit gjithë shumë. natyrë.
Banula. Nga Banula. Ti na thuaj ashtu Me tjera herë për të më thirr thu nga Banula. A u bo? Mos ma bo, mos më shkote. Ani thekë s'e kemë thonë se po u boj famshëm. Ne do shkojmë edhe nga Lipjani në Banula aty, sepse bashkë me Fionën do shkojna me RAV4-shin Toyotës, edhe me pak aty qysh po dokët në Banula, qysh po rëna po boton për vetur të mirë. Po na i servisim, po na i ndrrim të rrotave, hajde, gomave më falni. Po me kap një vetur të re komplet. Nëse ju që po mendoni, ju që po mendoni me u bë me vetur, para prakisht shkoni drejt tek Autotrade dhe me i pa gjitha llojet e veturave Toyota që po i presin atje me super çmim. Edhe mos harroni që secila vetur Toyota vjen me 10 vite garancion. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Një Zoj nga Podjeva, ju përshëndes përzemërsisht. Faleminderit shumë edhe na të përshëndesim përzemërsisht Zoj. Si e ke pas vikendin? Mirë kena pas, mirë si me shi. Me shi ka qenë gjithandej, po mirë ka qenë, në vërtet. Hajde tregona javë mirë, për çka është? Sipas teje. Javë mirë, sipas meje, vjen djali për Gjermanie me 45 sera biletën në aeroport. Çka jetë u thon? Do më thon javë mirë me prit djalin. Normal, me prit djalin për Gjermanie vjen në 2 javë. E çka ke qenë 45 euro ka biletën në ofertë anë e kënej. 45 sera pyese. E ka kohë në ofertë. Edhe me prit dok, nëjë jam bo për merak, edhe me pjeklia, kohë mirë. Jave mirë me pjek një fli. Okej, faleminderit shumë, po të përshëndesim, Zoj. Edhe unë ju përshëndes me gjithat mira. Ton, kalofsh mirë, edhe na po të përshëndesim me gjithat mirat. Jave mirë është edhe për me instalu na i klim për shembull. Po, çush s'është? Ata që, koha e mirë te. S'po di herë nxehtë këto. Pa pak punë, bëm pak pluhun e knejani, po si do që tjetë javlin. Dhe mos kur i ki kondicionerin e mides, javlin definitivisht se edhe të kursen energji gjatë dimrit, që puna shtrejtojt rryma ko qa shumë, edhe të freskon gjatë verës. Plus përveç kursimit të energjisë që e kanë kështu në vetë vete, sepse janë me inteligencë artificiale, edhe 30% ma shumë në të kursu energji elektrike. Përveç kësaj, e thash nxemje, ftofje, pastrimi ajrit, detektim i nxehtësisë, i ftohtësisë, etj gjitha këto, por përveç kësaj, nëse blen çfarë do produkti nga Medea ose klim ose çka do tjetër, kemi hyrë loj për një vetur. Domethënë, edhe bën klim, ndoshta edhe vetur. Byt. Dalja autostradës në fush Kosovë, Kolon e zgjat. Po. Edhe po shihet që ka një aksident trafiku pi daljes aty, edhe kjo ka bo për me qenë Kolon, dalja autostradës në fush Kosovë, e ngarkuar edhe vetë fush Kosova nga hyrja deri tek rrethi i fush Kosovës. Ka Kolon në këto momente shumë gjatë pjesa e qasjes për tek rrethi i Çaglavicës. Po e shoh një foto, domethënë pas ka arrit atje te ai udhkryqi ku është ku shkon edhe për Preoc. Kolon pra shumë e gjatë, e ngarkuar në këto momente është edhe pjesa nga Vetërniku lart për me shku edhe tek nënkalimi të rrethit duplex, edhe më qas rrethit me flamur. Këto janë informatat e radhës që kanë arritur në 049978 Ja, Fion tjetra po të Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush telefonon? Në gjati nga Peja. Hajde në gjatë, që kemi Pejën. O mirë o sot, se për vikend ka qenë me shi, sot është... E shtuna ke mirë deri diku me djel, e djela pastaj ke me shi gjithë ditën. Pa një se ka nevoj toka pruj. Në gjatë tregom ti jave mirë për çka? Po e konsideron këtë javë të mirë? Jave mirë për me shku diku ku ka dëshirë individi, personi. Unë për shembull kam dëshirë me shku në Dubrovnik. Me bona i shëtitja, edhe unë e pata këtë ide, do me thëmë, po unë e pata kështu, tenalt. Po, i shkon mirë pak me shëtit edhe. Pak tenalt, ose ku do që të shkon. Edhe Lipjan me shku mirë është. Me rëndësi është me ndru rutinën. Edhe ty të ka mbet me rak Dubrovnikus, edhe ma herët na ke tregu që ke punu, ke jetu atja, që shka qenë puna, se kum harru? Kom shku në vizit disa herë. A ke qenë në vizit disa herë? Po. Oke, do me thonë ja vlen si pas teje. Po. E pse shtrejt. Gjithsesi. Ne gjatë falimderit përshëndesim shumë. Përshëndesim. Nëse shkon mos harro foto mos harro. Po tjetër. Hajde gjitha mirat. Selfie, mos bëj kështu diçka ti po edhe selfie se do na më të bëj. Selfie normal. Se thash mos po thumish me bot qytetin kështu. Jo, hi Google e shoh ashtu. Po dhe kështu selfie pak kena qef në me po. 049978 vazhdo me qenë i hapur edhe për informatat rreth komunikacionit edhe për telefonatat e juaja. Dalja autostradës edhe në Vetërnik është pjesë e ngarkuar me Kolon. Për një qast rrethi duplex ka Kolon nga fshati Shkabaj, pra Kolon deri tek rrethi duplex, po shihet jo po deri poshtë Vetërnikut.
pas ka shku kolona në këto momente. Ka dalë dole. Hyrja në Prishtinë është shumë e ngarkuar, por shihet me kolon nga zona industriale në fushë Kosovë deri tek udhkryqi i Menzës. Këto janë informatat që po vazhdojnë e po arrin në 049978 Telefonata fillimisht. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Ramizja nga Gjilani. Si jeni dhe si kaloni? Mirë, faleminderit jo. Gjilani mirë? Mirë, Po na me vjen si po mirë. Po na vjen shumë mirë, se për shije ka pas kohën. Po. që ta Jo si po shoku. kaloni. Mirë shumë, edhe na shumë mirë, ka fillu java shumë mirë, edhe po dojna me ditë jave mirë për çka është? Jave mirë për mu që e tres burrin që 5 vjetë për kom për Gjermanijës. Jave mirë me të ardhë burrja, kur më vjen burri nga stani, a? Po kismet nesër. E pse sukon që 5 vjetë? Sukon se ka pas do punë. Okej, ka pas do punë. A, i më kry ato punë krejt? Po, ta shkejt është në regull, edhe vjena me neve dhe shkojmë Gjermani krejt. Do më thonë, po shkoni tash komplet në Gjermani? Po, komplet. Po më vjen shumë mirë. A e din kitë kongën kur Jo, më do vjen bash mirë. burri nga stani? Ja. Nesër, Ramizja. Shumë në nesër. Ja, unë sot po ta lëshoj ti nesër s'ki ko me na ngu neve. Nesër e bojna në i tem që i përshtatë. Ja, nesër s'na ngon. Ja, se po burri nga stani u lodh me veta e Swiss pak një Diamond masazhe. e meritojnë Swiss me shu pak nesër, a? Pak atë, po që shumë. Pak me shku një masazhe, një kësi sene, një thonë, hajde u lodhe. Okej. Pas, vjetoj fjonë. Nejse, këta a jeni taku, besoj, ke shkutin në Gjermani? Jo, het. Keq nuk jeni pa që 5 vjeta? 5 vjetë. Jo, vetë me kamera. Qka jetë të thonë? A, është një me interesant kjo lidhja në distancë 5 vjetë me kamera? Po çfarë miri? U të këshyrëm? O, jo, me qfarë miri, që për kam. Qka jetë të thonë? A hecë është mira? Et. Okej. Që kura e shka po këshirë me suja së është për ti? Ylli po thotë që s'është vërtet. Hej, po domethënë ko ka një javë mirë sot bashkë për çata që e tha Cimi. Nejse. Po dhe mire po Ditën e tonë. mirë. Unë e di pipillimit e Ditën e dita. mirë. Kur e menova temën që aty më shkoj menja. Ka jo shmire, ndëgjoh mas nesër. Faleminderit shumë. Hajde ton këtu 5 kaloj dit, mirë. 5 javë. 5 dit, edhe 5 dit. Po, mirë ki. Hajde ton këtu kaloj mirë. Faleminderit ton. Çfarë po shkojna me tjetrën? Alo, përshëndetje. Po, përshëndetje edhe për ju. O, hajde jo, përshëndetje. Ndrojna temë se janë nisë me deviju pak me Cimin. Jo, bashkë në temë jena. Po të temë, po tema nisi pak me u elaboru pak si Shkon shumë. fajt në stan atje që kanë hetë 5 vjetë. Jo, Që ti? jave mirë për O, javë mirë të në vendlidje, më knasha për Muk me ardhë në linje për vizitë, a? Hajde, pse s'po vjen? Po, ja, duhet pa tjetër. A keni Edhe pushim me- ju atje se pushimin e vjeshtës, a qysh? A keni ju në Gjermani njëjtën kohë me neve, a keni ndryshe? Po, ja, se ti, unë tash, fëmija e në rejtë, unë marrë qashtu. S'ki pur mo me pushime. Okej. Kur ta zotum teket e marrë pushimi ki viknena. Anja, dëgjove 45 euro biletat. Hajde. Kështu ju përshëndesim. Hajde, të përshëndesim, të presim. Jo, s'falimderit edhe për foton. Faleminderit. Faleminderit. Tom, jove mirë me nisë, qështu po të kalzoj. Me shtrua. Bravo, bre, Jos. E ka shtru, pak e Bashmos. zetë shumë e ke shtru. Bashkë me ardhë mirë. Nejse dhe pak kisha qef me konë që aty. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Cimi. O, përshëndetje, si jeni dhe si kaloni? A pedin kusha? Jo, s'pedi. A bedene? A bedena e te? Po. A bedina për që spedin? Kishtë spedina. Mirë, faleminderit. Si ke kalu? Mirë, faleminderit. Koha mirë me shi. Po më vjen shumë mirë. Jave mirë për? Jave mirë dhe jave në ardhshme. Fond jave së ardhshme shkoj për Kosovë. Jave mirë do me thonë me u bo gati, mi bo sanet gati për munisë në Kosova, po? Po. Po më vjen shumë mirë. A beden kalov shmire mirë se vjen në vla. Ju përshëndes. Hajde, çka je tu pi? Korgjën. Jo, je tu pi diçka. Të ju përtjell juve. Ja, diçka ke tu Ka pi. të shën kameru, a bedin? O, a beden unë po të Mos shoh. më në më shef, kësi sa. Hajde gëzuar, kalov shmirë, tung. Harrane. Tung, kalov shmirë, tung. Qa, thëmja gjithë kongën? Po. Po që? E jave mirë është edhe me bu pak shopping, se ka zbritje Qka jetu? në disa vende. Vene? Vënë.
Shkoni në Albi se ka zbritje, na dhe që tash edhe pak po shkojmë me cimin natyrisht si çdo ditë tjetër, kështu që shfryzoni edhe ju vjeshtën me ble koleksionet e reja ose edhe me zbritje ka alo. Gjithë pas zbritje në Albi diqysh. Tash edhe për Halloween kanë fillu me I bua ato këndet simpatike. Anvedini. Do vogate. Hajde që merre telefonatën tjetër. Alo. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Mili ka Gjilani. Emrin edhe një herë? Mili, hajde Mili. Tregom ti çka mendon, për çfarë është kjo javë mirë? Kjo javë mirë është mero. Jemi si usira me përshëndetje. Ku po do me rate? Mili, hajde. Qyte? Kjo javë mirë është si vëhti shkoj në kun jashtë. Po shë? Në Zvicër, okej. E qaj me ra qka kes, se nuk mund është me ra në Zvicër. Me ra që... Me aeroplan bje. Se në ka bo shkret kejt. Qysh edhe njëherë? Shi ka ra, 24 orë po nalë. Aha. Mo, pse për me në shiun se... Po se po da, a pedin ti pse bjen shiun? E para luftës, po të luftës dytë botërore, do me thonë. Kirej... Minus 80 vjetë që dhe kej. Okej. Nejse, diçka tjetër t'ishte me thonë po hajtë, po t'lojna me qka. Ju përshëndes? Ku do në me ronë Zvicër? Ku do në me ronë Zvicër? Zvicër do të me shku pak vizit. Po ku po shkocimi? Se Zvicra e madhe? Zvicër të një vlau jemi. Te vlau, okej. S'po do në galzucim ku. Nuk po do në me tregu. Faleminderit, kalov shmirë. Pa merë me? Ka janë mira ju. Qa koketi, kilimili. Hajde të përshëndesim. Mili Mili s'po do në me nga tregu. O, kilimili. Mu s'bo kilimili ti. 049978 e poshtë dikun edhe një foton mu isha me gjetë. Okej, po është pjesë e ngarkuar, pjesa nga fshati Shkapaj deri poshtë Vetërniku larë nga Albi Mall, tutje, kolon e gjatë edhe mjuqas Vetërnikut nga dalja autostradës, kolon shumë e gjatë në këto momente. Alo, përshëndetje. Halo, përshëndetje. si jeni? Mirë, faleminderit, kush po na pyet? Vali për e Austrisë. Si e Vali? Mirë, po kalojmë, jo? Si po kalon? Sa mirë po dëgjohesh. Çto përmase kam vish. Jam gat Vetërnik. Jo, nëse jem Vetërnik si shën dëgjuesh, domethënë se çfarë kolone është mos vet. Po është nerën, po se po është një foto që i tha ti e ka çu dikush. Po, ish kolon është kolon shumë e madhe prej Albi Mallit. O Val, Urdhani. Javë mirë për? Më flajt. Javë mirë me flajt. Të njavën kështë flajt, a? A, po, sot si jam flajt në ora 11, te në ora 3. Qka i jetë të thonë? Më thonë, që kjo është ajo java e gjumit? Java e gjumit komplet, veç më flajt. Se 2 telefonata deri shtash i patëm qështu për me flajt. Po, po, se na punojnë a këto, po nësi të bjeshi ikum. A, ju të më thonë, kur bjen shi nuk punoni, a? Ja, pagumi 70%. Qka jetë të thonë? Jo, na punojnë edhe në shi, vëlla edhe më borë. Ja, la, si të pjeni pik shi këtë na ikum, më njëherë se jashtë kështu jena të pagumi. Po, mërë po tanin. Faleminderit shumë, o Val. Ju përshëndes. Edhe na ty të përshëndesim. Gjini më të mirë. Qfar punë është ajo vreta djelën? A punën ndërtimtaria, po? Jo, më ndërtojmë bazena, rëgullojnë atë bazena privat. Okej, bazena. Më kërkohet më konë jashtë. Po, jashtë. Po, jashtë, më në shpek nga shiu nga bora nga djelën. Si kimi aborë, në vitan në një bazen. Po, e kam një oborë që të në teras. Në katë 7, a mund është? Në teras, në katën e sot? Po. 7. Na, atas nuk ban. Qështë zëpon më rati shfar terasit modhe, ko? Naj. Ja. Kom, shnell, bite. Tunë kalov shpirë. Tunë vali. Ju përshëndes, Qa. Kuq, po ta folëm gjermanishtë. Kolon nga zona industriale për tek rrethi i fush Kosovës, nga zona industriale deri tek udhkryqi i katedrales Fion. Hajde po shkojnë atë në Albi Mall. Hajde. Për në vendlindje me zemrën plot dhe mendjen të ke ardhmja. Sjellë kursimet në Banka Raiffeisen dhe përfitoj interes preferencial për depozita me afat. Besoj kursimet e tua bankës së sigurt me tradit mbi 139 vjeçare. As kundsi në shtëpi. Banka Raiffeisen. Make it happen.
Kjo është bota e përjetimit jetësor. Përjetimit që na ka ofruar shumë. Na ka mësu e qysh mu vesh bukur, qysh mu dok tri kur i bojmë do vjet, e qysh mu dok serios kur duhet, qysh mi kombinu ngjyrat, e qysh mos me pas komplekse. Na ka pru premierat e filmave në të njëjtin ditë me krejt botën. Në fakt, na ka pru botën Kosovë. Na ka mundsu mos me pas nevojë me kalu kufinin për me bleni setër të mirë. Shkallëve ka me nejt, e lojt ma interesante që ta shilujmë krejt. Na ka kriju shprehje me familje mos mja huq as një vikend. Na ka mësu me bë dhurata speciale. E me kalu kohë kualitative me fëmijë. E me gjetë ushqimin më të mirë e më të freskët në vend. Që besa edhe online me porosit. Me padurim me prit Black Friday në ndorë. E ndjetor me dhurata me i gëzuma dashnit. Shumë qka na ka mësu. Po mas shumë ti. Na jemi mësu me to. Albi Mall, gjithmonë vendi familjes sonë. Mosu më shzet në heq në bankën tep, kemi marrë kredi për darsëm, po martohemi, po shkojmë muajnë e mjaltit, edhe kështu do të krijojmë kujtime të reja. Drive Me Crazy në Klam Radio dhe KTV. Mi rikthye edhe njerë në 049978 po presim telefonatat e juaja me na tregu javë e mirë për, ndërsa unë e pju tregoj se është javë e mirë dhe me shku me rimbush makine me derivatet më cilësore tek Petrol Company, por nëse shkoni në fush Kosovë ju e keni benzinë dhe dizelën 1.19 për litër, edhe kështu mundeni me u bë pjesë e lojës shpërblyese. Petrol Company po jap një vetur që mu bë pjesë e lojës shpërblyese, tu e rimbush makine me derivate, merrni kuponin, 10 euro një kupon, 22 kupona, 33 kupona, edhe kështu mundeni me qenë fitues potencial i veturës që po e thuron Petrol Company. Ndërsa ne po vazhdojmë po presim informatat e juaja edhe rreth komunikacionit, po presim edhe telefonatat e juaja për me na tregu javë mirë për çka është, pas ka shku telefonata s'na ka prit, okay? Unë du mi ju tregu derisa të vjen telefonata e radhës, du mi ju tregu se ku janë pjesë më të ngarkuara në këto momente. Dalja e autostradës në Veternik dhe në fush Kosovë kolone gjatë nga Veterniku kolona deri tek rrethi i ambasadës. Kolone gjatë është edhe hyrja në Prishtinë nga zona industriale deri tek udhkryqi i katedralës. Qef jonë merre telefonatën. Halo, mirë dita, Mida Feti Ferret nga Gjermania. Përshëndetje, qështë kemi, si the halo i dita që prej Gjermanisë. Halo. Qështë Mida Feta je mirë? Mirë, o faleminderes. A je për herë të parë tu telefonu apo mdokën? Jo, në telefonoj shumë rrallë, ama me ju ndëgju për ditë. Jam një dana ka dhirë. Jam shpione pa ju ndëgju juve së shkan. Faleminderit shumë. Hajde tregom javë mirë për çka sipas teje? Me ardhën në Kosovë. Hajde. Kisha ardhën, bre. Sot kisha ardhën dhe kisha nga i denjë të shtunë në ndilën edhe u kryqë. A i ke planifikua, veç kështu po shprej dëshirë? Dëshira jam e madhe me planifiku ndoshta për vitin e ri. Okej. Edhe Prishtina bot, po thon Prishtina se për qytetit tjera nuk e di. E Prizreni tonë jam. Do me thonë vitin e kalum, po të vrej nga theksi. Vitin e kalum tregu i Prishtinës për vitin e ri u përmend do me thonë në për mediat botërore. Ndërkombëtarisht, ndër më të bukrat. Po. Edhe si vjet që ashtu ka me qenë. Patjetër. Super. Hej, të presim. Edhe nëse të bot me ardhë këtë javë, pse jo? Është koha e mirë kënaqësh, a di çfarë kohë është? Me shi? Po s'ka lidhje koha hiç veç marrë në Kosovë. Jo, beso më është koha shumë e mirë, ka pak shi, po mas nesër, a di sa është 15, 16, 18. A di çfarë temperatura? Nuk e kanë ndërmend me 19, po shkoj kanë. Ja, me 11, me dytin 11. Jo s'kishka 19, 18, 19. Që po tregoj domethënë prej mujë tjetër ku kanë temperaturat të jashtëzakonshme. Në Tori ka domethënë 18, 19, 20. Po, ju kum thon Badimri si vjet do të jetë me të shkurtra në Prishtinë. Unë nuk mendoj që është për me u gëzu. Po s'është për mu gëzu, ama mu kënaq po. Faleminderit shumë Mida Vet tung. Gjithashtu edhe juve ditën e mirë. Po çuçi më fion çu sa mirë.
Unë nuk mendoj që është për më gëzu nëntori me qenë me temperatura mbi 20 gradë. Adrese mirë është e merr ti atë nozën me gushmuar diamanti, dillin, reflekton mirë. Le këto sa nëse është mirë. E dinaj çao ka bën. Edhe përveç asaj na ai zinxhir këtu apo dem kse me ari me që reflekton. Në Rubin qendër Prishtinës në Albi Mall në Ferizaj, nëse doni edhe ju me shkëlqysi. Domethënë javë mirë me bën një dhuratë. Shumë javë mirë me bën një dhuratë. Okej. A keni ditëlindje? E kam sot e kam. Kush? Unë. Jo, nuk e ki. A kina e ditëlindje, po e kam një. Sot e kam ditëlindjen, domethënë është ditëlindja e 27. Hajde se bën kanë herë me thonë u habita kësha e patë ditëlindjen. Alo, përshëndetje. Po pas ka shku me Blina Isan, është. 049978 Ka njerëz që kanë ka 2 ditëlindje. Po unë kam 2. I kolego jon për shembull Miloti sot e ka ditëlindjen e dytë. Ja kisha uru publikisht. Urime Milot. Unë dhone kam. E dy në rastin, po... Po, dhone kam një qasë ditëlindje. Basha? Po, basha, ashtu, blematron. Rruga Tirana është ngarkuar deri tek rrethi prapa stadiumit Fadil Vokri, dhana sjelltas Myqos rrethi duplex, po vazhdon të qenë shumë ngarkuar hyrja në Prishtinë nga zona industriale, rrethi zonës industriale, apo tim Kosovë, edhe ata mini rrethat. Çaj, ky rreth i madh është. Te den aty që shkon ti në CrossFit. Prej aty kolona deri te udhkryqi i katedrales. Tamam është tazësh ai. Çashtu I kisha vëllë një ashtat. Mini donuts janë këta rreth e fushë Kosovës. Domethënë natën çaq pak shihen sinjalizimet. Që do të më pas kujdes, a? Jo duhet, po nuk e di qysh ka kaq pak aksidente aty në krahasim me mungesën e ndriçimit, sinjalizimeve. Edhe patoni na dërgojnë një foto me na tregu që aty jam te AKI, aty pas kem rri mos e ardhe që aty pas kem rri. Alo, përshëndetje. Shëndim të këndshëm. Përshëndetje. Si po kaloni? Mirë, faleminderit. Kush po na pyet? Shkurta nga Prishtina. Si është Shkurta? Mirë, jo, a jeni mirë? Mirë, faleminderit. Si po kalon? Mirë. Po më vjen mirë. Javë e mirë për Më shetit, vëlla, për po gjithitër. Ku ishe shku me shetit? Po dika po vesh me dal. Ku? Hajde tregoma, gjoma një vend që ishe knaq. Po vjen Lipjan me mu e Fionën. Se na po shkojmë dhe Lipjan. Dhe që aty po shkojna me shetit. Qash kena... Po të mja prezentu cimit në nkalimin edhe këto ndryshimet e tjera urbanistike. Po vjen? Shkojmë bashkë aty knaq. Është edhe një Fiona kohë e Shepa të emrin, Fiona... Jo, Diona. Diona Fona. Fiona. Fiona Fona. Fiona, F. Jolla. Fiona. A vetëm Fiona e kërë? Po, veç. E pse që shdo na me pas ndrysh? Fiona. Jo, mu tëk në televizor që ke shkrujti ndrysh, për që ta. Okej. Nështë ta ka nga bua. Hajt edhe njerë që tash në e qesin. Po, mujnë me në qitë, po. Jo, s'moj se... Valjan? Jo, s'moj. Hajt, këto në kalov shmirë, faleminderit shumë që do në me orë. Hajt, përshëndesim. Që atje jena, mënora 6 jena atë në... Jo, 6-10 minuta atë në kalimi. Nesër, mos u ngot, nesër. A nesër, a? Nesër, ma mirë. Jo, bre. Nesër, alo. Jesë më shkojmë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush na telefonon? Bedria. Po je gjyshja Bedria, je mirë? Që ti? Mirë, që u knaqëm. Tregom ti, qka për mendon, për qka është kjo jave mirë? Jave mirë, valla I shpejtonës e mirë është, se dishka dilja si vdekje më doket. Mo, Zvicër katastrofa. Okej. Ja. Dita honë është e mirë. Se o gjallëni. O gjallëni. Qysh është koha atje? Me shi katastrofë. Pa lidhe. Se me shi katastrofë. Pa lidhe në Zvicër me shi së Qërë, kur ka rasti se u gjini që përmene që gjendja ke keqe në Durrësin, shumë vene kena po dhe më thonë vërshime ase. Jo, Okej, mujna me do katastrofë, po me rashin. Që ka të ditë shumë koha keqe në Zvicër, këtu po jam une. A di që po të bohën pantullat për mas filosh. Unë e kom vrjetu Zvicrën edhe në shi, edhe në borë, edhe do me thonë pikën e baltës nuk e kom pa as në vetur, as në këpuca, as hish. Jo, po se di ku pas ka e Zvicrë, mës me pa baltë. I ka tje. Shumë ka të të ka lëqë. Qështë ka? Pja futi kështut. Po,
Nuk ka si, nuk po thëmë si... Po disponime, atmosfera nuk është e mirë. Po është shi, diqysh e din... Po mirë dhe po thëmë të na, du të me utut edhe me umat, qka po vesh, ku po shkën edhe qysh po del për i shpis kur ka shi. Vesh më stani në sekret njësoj buëm fund, për mas derin të gojtë. Pas pari piveturave du të muru, se cilat të kalon... Shamponin me vetë. Shpërlon. Në gjithë qysh një shampon me vetë. Ej, Bedrijet për shëndesim. Ciao, tung. Urojna që ka mund drejt shkoha edhe atje zvisër. Po ajde në Kosovë, se këtu e kishe javën e mirë. Po, shumë mirë është java. 2 javë ka të mira, kështu që mos hajde për një javë. Kur të vjen ja rreth 2 javë, ja mos rrez. E posh edhe një foto di konfion se po sot na kanë bombarduar me foto e di. Ka kolon të madhe, po dhe rruga Agim Ramadani që ka deri tek Ufkryqi i Menzës. E ngarkuar është qasja për tek rrethi i Çaglavicës në drejtim të Prishtinës, dalja autostradës në Fushë Kosovë, dalja autostradës në Veternik. Vet Fushë Kosova me kolon nga zona industriale deri tek rrethi dhe hyrja në Prishtinë nga zona industriale deri tek Ufkryqi i Katedralës. Pastaj dalja autostradës në Fushë Kosovë deri tek hymja në Fushë Kosovë, po kolon shumë e madhe. Edhe një foto që javë në këto momente nga Albini, faleminderit shumë që po vazhdoni dhe po na mbani të informuar, na që kemi ju prit edhe në pjesën e dytë, na mbajt informuar, me na tregu për ato pjesë më të ngarkuara se ku i kemi në këto momente. Për ndryshe për stilin e Fionës, kujdeset jeta. Edhe po, zakonisht, ndërsa për timin kujdeset arsimi, po. është një stilist i ri. Rimove pak. E vërtet është. Se thashtë e marrë do ujsh të trovovës. Alo, përshëndetje. Alo, telefonata Viber cila është? Po të nganë, me vëmendje. Ani, nëse mas është të dëgju me vëmendje, jeta Baholli Hair and Makeup, e ki në Instagram, e ki në Facebook, ose 044 604 87 nëse donë me bo rezervim. Alo. Jo, shkaj. Së sporen ma. Okej, nesër ju presim njëjtën kohë, prej orës 16 deri në orën 18 jemi me emisionin Glam Radio, ndërsa deri në afër orës 17 jemi në Koavizion. Ju presim edhe nesër me telefonata, me tema të reja, me energji të reja, por shpresojmë që kjo javë me qenë e mirë për secilin nga ju. Ju vazhdoni shoqëroni me Koavizion dhe me Glam Radio, edhe mos harroni me bo ata që duni me bo gjithmonë. Me jep shumë dashni, paqet, plot shëndet. Edhe këtë javë si çdo javë tjetër, edhe unë ju uroj shumë shëndet, shumë lumturi, shumë suksese në çdo aspekt të jetës, edhe të na bëni follow në rrjetet tona sociale. Glam Radio e keni në Instagram, e keni në Facebook, e keni edhe kanalin tonë në YouTube, ku edhe i shihni të gjitha emisionet tona nga hëna në të premten, dëgjum për shembull dëgjuesin më herët që thanë në këtë datë keni thonë në kaq ora kështu. Kështu që krejt emisionet nëse ju ka ik diçka i keni në YouTube, përndryshe jena bashkë edhe për një orë në pjesën e dytë.